Në ditën ndërkombëtare të gjyshërve, korridoret e shkollës fillore Faik Konica në Prishtinë u mbushën me emocion. Mësuesja Valbona Thaçi Bajqinca priste gjyshurin dhe gjyshet e nxënësve të klasës së saj të 4 për një takim të veçantë me nipat e mbesat. Klasa ishte e zbukuruar posaçërisht për këtë ngjarje. Në mur shkëlqente slogani "Gjyshurit nuk janë thjesht pjesë e familjes, ata janë histori të gjalla, kujtime që ruhen në zemrat tona." Pas përshëndetjes së ngrohtë, mësuesja theksoi rëndësinë e disa datave ndërkombëtare: ditën e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe mbi të gjitha ditën e të moshuarve, si një vlerë e pazëvendësueshme për të gjithë. Unë po i përshëndes edhe një herë kështu në zëarje. Merci për të gjithë. Hajde ju amera ta. Dhe na zgjatëm dorën ju amera. Hajde këndesur Lazar. Na zgjatëm. Edhe një mirëseardhje, faleminderit shumë. Meditazione molto che mi piace. Sì, oggi dai. Shumë nga zemra për këtë takim sot të veçantë, që besoj që do të jetë një prej ditëve të veçanta edhe për ju si gjyshër, edhe për nxënësit e mi, dhe veçanërisht edhe ndjerë dhe respekt për mua si mësuese. Më herët i thash 2-3 fjalë duke ardhur gjyshërit her pas here, po i përsëris. Përshëndetje. Kemi edhe drejtoreshën e shkollës të Kosovare Mamulli Leci, cila shëndetet. Faleminderit shumë, falni të vonesë të Pa problem. Drejtoresh lirisht. Është falenderim. Lirisht mundesh Të edhe. dashur gjysh, të dashur fëmijë, e nderuar kolege, faleminderit sot që keni ardhur në mesin tonë. Dijem shumë mirë, ma kujtu gjyshën tamë që s'po me qoj sepse nuk është tash gjallë. Ju falenderoj shumë, urime për këtë ditë shumë për efektuar. Ju falenderoj shumë për kujtesën, urim e pakusht që keni për neve, për fëmijët, për këshillat që ju japni. Shumë falenderoj që jeni në mesin tonë. Shpresoj që do të Atëherë po e vazhdoja të isha faleminderit shumë drejtoresh, sigurisht që kësaj pjesës të mirë, të shëndetshme i shtohet edhe vetë fakti që drejtoresha në këto momente është pjesë e këtij aktiviteti dhe se e vlerëson këtë aktivitet. Më përpara e thash, për mua gjithmonë mesin shumë festave botërore dhe festave kombëtare janë jashtëzakonisht të vlefshme 3 data. Dita e fëmijëve, sepse fëmijët janë e ardhmja. Dita e personave me nevoja të veçanta, sepse shpesh herë ata persona kanë nevojë një trajtim më ndryshe dhe meritojnë respekt nga shoqëria, dhe dita e të moshuarve, që është jashtëzakonisht e vlefshme për të gjithë. Atëherë kështu, po e fillojmë pa diskutim njëherë, po e filloj me një nxënëse që e kemi në klasë, që ne ka një zënë të mrekullueshëm, edhe hyrjen po e bëjmë me një këngë. Nëse sigurisht pajtoj edhe gjyshë. Atmosfera u bë edhe më emocionuese kur nxënësja Mia Muçaj
interpretoi me pasion këngën Valsi i Lumturisë, duke përkujtuar zërin e madh të Vaçe Zelës. Përqafimi i saj me gjyshurit u prit me duar trokitje dhe lëndë gëzimi. Bashkë me pranverën dhe ti lullëzon, lullë ploter që në shpirt më qëllajron. Valso, vals ti hom nga i bukur jave, fusha tona i përshkon, fush për te një jetë re. Bravo. 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 Pa në zhmini pagarushën, pas ka me zanë su kjo. Po? Pas ka talen? Edhe mësuse mia. Pas ka të Mësusja shumë pak ka kontribu për këtë zërë, se kjo ka pjesë tjetës. Atëherë, kështu, ne kemi dashur me bo vetëm si takim. Edhe faleminderit që ma keni mundësu me realizmu. Në këtë ditë të veçantë, nxënësit dhuruan fotografi dhe letra të shkruara me dorë për gjyshurit e tyre. Fjalë të thjeshta, plot dashuri. Shumica prej tyre kanë sjellë edhe fotografi ku sigurisht i shohin, i pretin gjurmë që gjyshurit lënë në jetën e tyre çdo ditë. Edhe fotografia është një prej pjesëve që veçanërisht e kujton momentin kur ishte fëmijë dhe kur ishte gjyshin çfarë pozite. Edhe këto fotografi kanë vendosur këtë pjesën. Edhe kur disa gjyshër nuk arritën të vinin, dashurinë e tyre përcollën ndryshe. Një gjysh dentist, por me shpirt artisti, kishte dërguar një pikturë si dhuratë për këtë ditë. Njëkohësisht një prej gjyshërve që është edhe dentist edhe piktor, ka shpreh dëshirën që mungesë që sot nuk ka mujt me qenë këtu, na sjell një pikturë nga duart e veta, me një porosi të qartë se edhe profesioni, edhe pasioni mund të shkojnë së bashku. Dhe falenderojmë gjyshin e Kronit, një duart të për gjyshin e Kronit. Ngjarja u bë edhe më e gjallë me pyetjet e fëmijëve. Çfarë lojrash keni luajtur si fëmijë? Si e keni përjetuar luftën? Çfarë punësh keni bërë dikur? Etj. Nëse nga nxënësit dikush ka ndonjë pyetje për gjysh. Nëse ka dikush ndonjë pyetje për gjyshrit, ngrit në dorën tjetër. Hajde, nga 4-5 pyetje, hajde Loli. Urna? Cilat ishin lojrat në kohë kur keni qenë një familje? Jeta, ndryshimet jeta ato, po i marrin presa mandi i harroj, marrin edhe tjera. Arbi? Kush do merr punë? Do të thonë sa kanë qenë të angazhuar në punë, edhe Olke, Qa keni bërë në kohë që kemi moshën si tash. kohën e lirë, keni qenë. Po, do të a qa boni tash kur janë që të mosh, a kur kanë qenë sa jetë? Një. Kishte pyetje për lojra. Koha e luftës, sigurisht ka qenë e vështira jo, edhe ju keni me përjetuar pjesë. Lojrat kanë qenë krejtësisht tjera. Nuk kemi pas telefona. As edhe në shtëpi s'kem pas, se jo, mo këto të xhepit se jo. Nuk janë ky zhvillimi teknik dhe teknologjik atëherë s'ka ekzistu.
Jemi mbledh si fëmijë, kemi lujt pak top, e pak mandej kemi lujt lodra mshefta se e quni edhe ju besoj tash, jemi mshef, menaxhet, kemi mshef gjëra tjera, kush e gjan, si e gjan, dhe mandej jemi mbledh 3-4 shok ne, 3-4 shoka ne që kanë humbë si parti humbse, i kemi kënduar pak a shumë, edhe kemi bo fymje ka pak, si fëmijë, po jo fymje të rona, ata që kanë humbë, ju nuk dini, ju sini për loj, ju kësi raste për shembull, por kisha pas në këshill, ose një pyetje, apo një pyetje unë fëmijëve? Cili për jush ka shok të laçës? Bravo, mu më habitet tash, në mendoj që s'kemi shok hiç. Dhe a din pse pyet apo këtë pyetje? Sepse shumë për përdorin telefonin. Do ma pak përdorin telefonin, e ma shumë shoqëri bëni me shokët e lagjës e të tjera. Faleminderit shumë. Ka dëshirë dikush nga gjyshët tjerë të ndonjë përgjigje për lojrat e dikushme, apo jo? Edhe për jo, ani shkurtimisht po, sepse kemi 28 nëntorin afër dhe tash ka rindu ta më tjetër, e ta vlerësoj. Bilas neve mu, po ishte lutë shumë e pabarabartë me këtë njerëzit, sidomos për fëmijët që ata të dishin se çka po ndodh, dhe çka është ndodh. Inshallah ka një mirë e të lumtur, që gjitha të mira që veçikanë sot, shumë më mirë se nga një muzikal të reja. Inshallah ti që kujdojmë, që më në arë prapë, se kujdesme të reja, për më në arë prapë inshallah kujtë. Faleminderit shumë. Edhe në këtë në klasën e 4, ne kemi 28 nëntorin dhe 17 shkurtin. Janë dy datat e kombit më të rëndësishme tona, edhe zakonisht sigurisht që ne tema e tillë trajtohet, që është shumë e rëndësishme që këta si nxënës të kontribuojnë me dijen këtë kohë. Po përndryshe, as mësuesen, as prindrit e tyre, as këtë jetë nuk do ta kishin, po të mos kishte gjenerata që kanë kontribuar me dije dhe me harë. Kështu që të kaluarën gjithmonë duhet ta respektojmë dhe njëkohësisht ta vlerësojmë, sepse është e jona, është e artë. Pyetje tjetër kishte Arbi, pyetja e cila Që punë të atërë? çfarë punë keni kryer atë? Jo, Arbis, po punë të atërve gjyshi kena pas më të rona, kena punu më shumë, tash i keni punë më të leta. Për shembull unë kam qenë kombajnist e dia dhe kompozitë kombajnë kam fshi grunin. Çto sene, përgjithësi me punë bujësore jena morën. Edhe kena qenë edhe çoban, më me thonë, që kena rujt edhe lop. Edhe puna jona jo ka qenë. Tash i kem pa të rrit, të vedisu, unë kom rri edhe më bo mekanik. Tash jam me profesion mekanik, tash jam punë të matë leta se atëherë, puna i matë letë. Që të përgjithësi kështu je puna atëherë. Përgjigjet e gjyshërve hapën një dritare në kohëra të tjera, duke përcjell mesazhe urimi e shprese që gjenerata e re të ketë një jetë më të begatshme e më të lidhur mes njerëzve. Në fund, gjyshërit këshilluan nipat e mbesat të mos harrojnë traditat dhe të kultivojnë marrëdhënie të vërteta përtej ekraneve e rrjeteve sociale. Ushqimit të shëndetshëm. Sigurisht që këto e takime shumë të vogla, por shpesh herë ditë dhe jenë të rëndësisë së madhe. Unë zakonisht flas edhe për traditat, edhe për rëndësinë e tyre, edhe për rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm, por prapë edhe kjo pjesë puna e telefonit, edhe me këtë pjesë duket nuk jemi shumë. Nuk e ka problem. Ajani apo e gjyshin? Ajani, me një përqafim të ngrohtë, i dorëzoi gjyshit e tij ish mësues një pusull urimi të shkruar nga zemra. Edhe zakonisht kontribuojnë shumë për detyrat e Ajanit dhe kanë ndikuar shumë në punimin e Ajanit.
Kështu vepruan të gjithë nipat e mbesat që i kishin gjyshurit e pranishëm me klasë. Si pyetje të fundit, ju kisha kërku nëse dikush ka dëshirë një dhanë ndonjë këshill. Nga jo, nëse keni dëshirë këshill për të ardhmen para se nxënësit të vazhdojnë mësimin finor në radhë. Son nuk kam më të, por të kish tjetër. Ndonjë këshill. Po pa problem. Gjyshi i Ajanit është. Ne nuk, sipas legitimit, nuk ka nevojë ta ndihmojmë mësuesin. Sepse kjo është e përgatitur, është e ditur, është e kuptuar. Ka të tjerë që e kanë ndihmuar e kanë punuar këta. Por ka nevojë që ne ta përgatitur mësuesin. Ne kemi të kemi përkravë si në rase që sa ndonë të ga këtu, atën, se qëllit duhet i përshtat në nivellin e ti, metodën e ti dhe temperamentin e ti. Nuk do të thotë se një edhe nga shkenca, edhe nga feja, që mësuese nuk ka një ashtë në paratë. Në nuk mune një gjithë si cëllë në zanë, aty pra aty i ti. Ndërsa, ka një tjarë që në shpëton si mund që kanë shpëton për shamë, jo gabim, por jo prudencë. Jo gabim, por jo prudencë. Dhe kështu që më njëherë, priti, jena në ku, këto. A kështu në zuj në përkrasë. Ju me jepin disiplinën, përkrasë është që ne i disiplinojnë në fëmijë. Ju me jepin disiplinën, e honë dhe t'ja të dhjë. Dhe, ka pashkua të e pashu me të mendim, pra dhe kisha thënë edhe unë, që një ta përkajnë që. Përkajnë ju nështë kondizent me të kërë që edukatat njës, i kemi të tonë me dhe, u të kërë të e kemi të të ashtë edukatat familare, ashtë edukatat shkollore, që në nështë shkollin një, por është edhe edukata rrugës. Se në zenë se ju në përë. Ate, ne edukata dhe pesnive. Pra ne duhet jemi agi të shpejt, se me këtë për në shkësru e të një dhe s'ka edukate po merë. Kjo është, kër një e edukojnë të një të mirë, i kemi dhënë për ka e në s'ka. Faleminderit shumë. Unë po ju këshilloj ju edhe pak vite do të bëni realisht edhe favor dhe qysh tash filloni të jeni vetvete. Ta saktoni qëllimin dhe mënyra për me ardhur të qëllimi duhet me luftu shumë, o bo shumë të fort dhe nga vetvetja kur mos më largu. Se nëse borë vetëm vetvetja ai që je, a ki më bo diçka. Ka më të vyja jo. Prandaj kur mos nguroni me arrit qëllimin nga atë që e keni caktuar. Faleminderit. E kemi edhe nënën e Anës, që Ana është gjyshin e ka si ta e mbukët, edhe ka pas dëshirë shumë e ardhë se Anën e ka të vetme. Ndërsa gjyshi i Anës, që gjendej në spital, i shkroi një letër të ndjerë plot dashuri e bekime për mbesën e tij. E dashura Ana ime, edhe që sot nuk mund të jem pranë teje, sepse jam pak i lodhur dhe me shëndet jo të mirë, dua të dish se unë gjyshi yt jam shumë
Jam me ty çdo ditë. Jam shumë krenar për ty, për buzëqeshjen tënde të bukur dhe për mënyrën se si rritesh me plot dashuri e mirësi. Sot është dita e gjyshërve dhe do të doja shumë të isha aty pranë teje, të të përqafoja fort. Por ti di se gjyshi të don pafund dhe jam shumë e lumtur për sukseset e tua në të ardhmen. Të dërgoj një përqafim të madh dhe shumë bekime. Të do pafund gjyshi. Mësuesja Valbon, e përgëzuar nga të gjithë, u kujtoi nxënësve rëndësinë e punës dhe përkushtimit, ndërsa gjyshërve rolin e tyre të pazëvendësueshëm në edukimin e fëmijëve. Atëherë, nëse keni diçka, shtoni shtesë, ndonjë këshill apo diçka, nëse jo, kisha propozuar që të fotografoheni me njëherë ndoshta me gjithë klasën, ma ndek ju që i keni gjyshi këto që ndërni dhe pak fotografoheni edhe individualisht. Takimi u mbyll me një fotografi të përbashkët, dhurata simbolike me lule dhe një tryezë të rrumbullaket bashkëbisedimi në shoqërim të qajit. Aty u ndan falënderime, kujtime dhe emocione të sinqerta. E gjithë ngjarja u përmbyll me përshëndetjen e mësueses, e cila i përcolli gjyshërit dhe gjyshet deri në oborrin e shkollës, ku edhe u bë fotoja e fundit e përbashkët si kujtim i paharruar i kësaj dite. Hajde Armi. Ditën e mirë. Faleminderit.